Festivali i këngës në RTS nis më 17 dhjetor dhe zhvillohet për 4 net, për të përfunduar më 20 dhjetor me shpadhin e fituesit, i cili do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision. Në natën finale do të performojë edhe i ftuari special Tommy Cash, përfaqësuesi i Estonisë në Eurovision 2025 dhe autori i hitit Espresso Macchiato, duke sjellë një spektakël të veçantë në skenën e festivalit. Gjatë spektaklit të Big Brother VIP Kosova, Olta Gixhari tërhoqi menjëherë vëmendjen me një paraqitje elegante dhe të komentuar. Ajo kishte zgjedhur një veshje të rësisht të kuqe, që theksonte linja turpore dhe jepte një dozë autoriteti. Kostumi përbëhej nga një xhaketë strukturuar e ngushtë në bel dhe detaje delikate në qepje dhe dekolte të theksuar, e kombinuar me fund që krijonte një siluetë të balancuar dhe shumë femërore. Ngjyra e kuqe e fortë e bëri Oltën edhe më prezente në skenë. Flokët i mbante të lëshuara me onde të buta dhe volum natyral, të ndara lehtë anash.